Prej santit jap ndërheqjet parevëkueshme prej lëvizjes vetëvendose. Ja, deputet nuk u mbatën, kur gjo s'u mbatën, pse me nejtën e ato. Tash, ma mirë është me shku në LDK, kryetari ka dhënë ndërheqje, nën kryetarët kanë dhënë ndërheqje, sekretarët ketë kanë dhënë ndërheqje. Ai kur gjo mos u baft, të paktën nuk dihet brenda shta kryetarë së mlajnë më bon, po nën kryetari i para ose i dytë në LDK, besoj që ma këshin gjetë një vend. Kë Albini kërkun heqëm la burë, veç të bo video qështu. Beli, shkojnë LDK që ato nuk dihet nën kryetari i dyta i tretë, bolla sekretar për me konë, bolla është për mu. Ja, po mi sa katoj kë Albini, mi tranoj krejt. Nuk e di, a dhe me met kush në LDK pa dhënë ndërheqje. Ishtë qua ja Bajrami, aj Selmani, aj tjetri, meran krejt, po kena problem, kanë me bon kryetar. Që ato është problemi. So për që si sekretar, edhe nën kryetar, së kuron e ka bëll, jo, janë të pritë në rend. A më këtë problemi është qysh me bon kryetar. Kryetar së më përgjona, me marrë me qera në kun, nuk e di ku me gjithë, vëshipni me shku me marrë një. Atë farë lullin, edhe i ka me të kërkun heq, jo bala i zbanë se s'ka pa sen kur gjo edhe i për atat vetë, nuk për di përbis kanë me marrë. Me adhonë Albinit, me thonë burë, bena një me qera, s'pë dim. Ka me të LDK nuk kryq, ama sen ma shtirë, se për një mujdet me thonë ka me konë i pari, ne kena me fituve, ne kena me shumë, edhe kur të vjetë dita fundet, në orë 12 natës deli trejti, që ato bjenë shumë keqë, që ato pënin veti njeri shumë keqë, ku s'pë dalin fjallët, a një mujdet sa i kena dhonë, të thonë LDK, na të partë kena me dalë, të partë! Kërë numërimi, unë numërutën votat, s'ka kur që në nalë të shku të poshtë. Më ta kështë moj që atë rezultatin që kena posë, na apet gëzushëm, po na aratën krejt në fund pusit. E thashëm, ja, Albini po këtë qeveris, Albinin se dënë poble, Albinin se vëtën mërgata, Albini kështu, shkoj e në 500.000 vota Albini. Ja, s'du me najtë ma me Albini. Në shta, si di, mos e kom ba dhe në pak i kom një mu Albinit me që ka qëmësës. Tash, dishka nuk është në regull tu me shku 500.000 vota Albini, bur. Aj, 400 dishka mi vota vezveti kish marë. A komunal në akon, nuk e di. Veç analet, nuk besoj. Pashku 600.000 vota Albini nuk nalet kur. A në kur për një datë, pëthojnë, tash djerë njëni i PDK, s'kishtë në Albini do të me shku në pozit. Po me shku Albini në pozit, ku me shku jo të pozitës? Sa hajde për pranan, për del në pozit. Po ju shka me bon tani? Tani as në pozit nuk ju len menaj. Ju shdu krejt. Por rëni ma mirë që ato në pozit, PDK, LDK, mos lëpni shumë, rëni që ato që në dorën sartë ka nevoj Albini me votu në i sen, jo veç amen banë edhe që në dorën, se mos lëpni burë me 500.000 vota, me shku Albini në opozit, po ajni kësaj pare asini. A veç kështë po thamë dishka, së është kjo në rajon, përbes nuk është normal, që ka për një do të full, nuk ka atë bërme kur gjahec, valla jo.
Albini me shku në opozit. Shka me po Albini? Që me shku Albini në opozit. Po nëse shkas një njëri. Ja, tash shkas një njëri, balla, bila. Gjesh ka mund është me një për këtyne për vaqicam. Po nëse. Njerë për i përshëndes ka dhe një bukur deri në videon e ashme. Kush e bleti e kush e shiti opozitën, sidomos këta LDK-n. Dijet se kërkush dhe sot nuk po guxon me thonë që LDK-a nuk është e LDK-s mo, edhe LDK-a nuk është e antarëve të LDK-s, po LDK-a është e devolve. Këtë sen kërkush në për studiet televizive nuk guxon me përmen. Se pse s'guxon me përmen, dijet se a i pagun krejt. Deri sa një analist dele fol edhe din gjithë shka, veç që të sen nuk e din, mu pak unë qënë me dyshu se një analist kur paguhet, a nuk mundet kur me thonë ato qka mendon aj, po qka mendon aj tjetri që pagun. Edhe kur ka nis mu shit LDK-a, kur ka ra LDK-a në dorë devallistanve. Ju kujtohet Romja edhe ngritja e kryetarit LDK-s Isa Mustafës atëherë, kur rëgjoj atë për kryetarin e ish kryetarin për para. Prej ati momentit, LDK-n e ka marrë në dorë devallistant. PDK-n e ka marrë që 8 vjet devallistant. AK-n e ka marrë në dorë devallistant. Komplet partit të opozitës i ka marrë në dorë devolli. Devolli 75% të listav për deputet javë banë devolli. 25% javë lenë këtyne kryesijës që s'ka qare pa i qita ta se është e pamoshme tani, për 75% të listav i kontrolën devolli krejt partit e opozitës. Edhe s'kum pa one deri sot alo një analist, a një politolog, s'po di një njeri në Kosovë që del e thët vërtetën që pse LDK-a ara ka shpusht. Normalisht që populli nuk beson, kur nuk beson me një parti, që është parti si LDK, po kur partia shëndrohet në devoll, atëherë populli nuk i beson devollit, po nuk jep votën as partijes. Kur një parti shëndrohet prej një parti politike edhe shëndrohet me një dogan ose me një terminal doganor që shanë shëndru këta të opozitës, normal që nuk mundesh me fitu vota, se populli voton për parti, po jo për terminale doganore. Shihet qartë që PDK-n, 70% e PDK-s listën e tyne ka ba devolli, edhe 2-3 kompanit forta në Kosovë që kontrollojnë krejt mediat. Po kur dolin qëta analistat, edhe shiten si të meqëm, edhe shiten si patriota, edhe shiten si guximtar, edhe kur nuk guxojnë që 5 vjet me përmen emnin devallistanve, kjo pak është mohabit adin, se këta gazetarët miren me gjithë konin, po me ata shefat e mdhaj nuk guxojnë më marë, se ata le që ja nalin paret, pa ata ta nalin e afrimen. Për që ata këta nuk guxojnë me përmen ata të mëdhajt kush janë. Deri sa Berat Bozhala mirët me një njeri TikTok që ka qit një video për qefin e tina, edhe as nuk i ka shoh kërkan, as nuk se ka përmen emnin kërkun, Beratit, atina tjetrit, atina pëvaqicës tjetër në të shtatë, që është ai jarrov emnin atina farë. Ish gazetarit që ish koni burgosën për në Zvicër, Mirena.
mirën me një njeri thjesht që ka qitë një video në TikTok të këcy me një kongë të Albin Kurtit, edhe nuk guxojnë më marrë me ata që për i me duhet më marrë një gazetar, si në qëse je gazetar për me, në qëse je pëvaqit si Berati, si Lerimi, si ajtjetri, mirën me njerës përveqëm, me njerës që nuk s'ka të bajnë kur gjo me politikën a njeri. A njeri ka qitë një video për qefin e vetë, ka këcy në TikTok, edhe kur gjo, adin nuk ka kur gjo të bajnë as me hajni, as me politik, as me kur gjo hizbre, edhe shkojnë këta, postojnë videot e atina, një njeri thjesht, edhe e këshyri gjykata nuk reagon, prokuror nuk reagojnë. Po qysh një gazetar normal quhet e poston që ato video, bre? Unë nuk beson, nuk përmoj me kuptu qysh ka mundësi më marrë njeri me asisane. Kur je gazetar, merë me qeshtjen aktuale, me politikën, me hajnien, me vjedhën, po jo për më marrë isha për çdo ditë Berat Bozhala të postu në Facebookin e tina do statuset njerit që s'ka lidhaj e ka qitë një status, e ka qitë, po është normal be që ka qitë, se menon e eron në qashtu, edhe qohet një gazetar që 25-6 vjetë punojnë si gazetar, po thojnë, se ata veç shpione janë si gazetar s'janë. Edhe mirën me gjenë me Facebookat privat njerëzve, e marrin fotografit e njerëzve t'i postojnë, e marrin shkrimet e dikuna t'i postojnë. Edhe tani kur po del dikush pe ngrej zhag, si atë Garnaqin që pa të rej bim, po quhen këtë gazetar me mbroj tani, jo mos e mbroj, ka dale, se kur e qet dikush në Facebookin e vet privat, ai nuk është për ty, ai ka qitë privatën shtaj. Jo ti me keq përdor Facebookin e dikuj tjetër, fotografit e dikuj tjetër, nuk i drejt me